Me bekimin e kryepiskopit Joan, edhe këtë vit u bë i mundur realizimi i kampeve kombëtare të Kishës Orthodokse. Në ambientet e manastirit të Shën Joan Vladimirit, u zhvillohet kampi i parë i vajzave për grup moshën nga 10 deri në 13 vjeçe, me vajza nga gjithë Shqipëria. Tema e kampit për këtë vit është Udhëtojmë me Krishtin. Programi është i larmishëm me aktivitete të ndryshme shpirtërore, sociale dhe sportive, si biseda shpirtërore, studime biblike, pundore dhe aktivitete sportive. Folësit kryesor të këtij kampi kanë qenë mitropoliti i Elbasanit, Hirsi Andoni dhe Ataralam Gjoka. Gjatë ditëve të kampit, vajzat janë njohur me jetën e disa prej shenjtorëve gra, të cilat me jetën e tyre janë shembull i një udhëtimi me Krishtin. Realizimi i kampit është bërë i mundur në ndërtimin e episkopit të Amantjes, Hirsi Ignatit, si edhe bashkëpunimit të ngushtë të stafit organizativ. Gjithashtu, rol shumë të rëndësishëm në mbarvajtjen e kampit kanë patur edhe kleriku i manastirit, Ati Rineu, i cili ka drejtuar shërbesat kishtare të përditshme. Gjatë ditëve të kampit, u zhvilluan mësime katekizmi për vajzat e papagëzuara, nga të cilat 5 u pagëzuan dhe u bën pjesëtaret më të reja të kishës sonë. Lavdi Perëndis për gjithçka. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Fationa Dimroçi, drejtuesja e kampit të parë të vajzave. Me bekimin e kryepiskopit Joan, edhe këtë vit u bë e mundur realizimi i kampeve kombëtare të Kishës Orthodokse. Këtu ndodhemi në manastirin e Shën Joan Vladimirit, ku po zhvillohet kampi i parë i vajzave. Tema e kampit për këtë vit është Udhëtojmë me Krishtin. Në këtë kamp marrin pjesë vajza nga gjithë Shqipëria. Stafi drejtues janë punonjëse të Kishës Orthodokse, si edhe vajza vullnetare. Programi është i larmishëm me aktivitete të ndryshme, si shpirtërore ashtu dhe sociale, si biseda shpirtërore, studime biblike, pundore dhe aktivitete të ndryshme sportive. Nga folësit e këtij kampi, veçojmë mitropolitin e Elbasanit Hirsi Andonin për bisedën e ngrohtë që bëri me ne, si edhe Ataralam Gjoka për bashkëbisedimin me kampistet për temën menaxhimi i kohës së lirë dhe përdorimi i saj për lavdi të Perëndis. Gjatë ditëve të kampit, vajzat janë njohur me jetët e disa prej shenjtorëve, të cilat me jetën e tyre janë shembull i një udhëtimi me Krishtin. Realizimi i kampit është bërë i mundur në drejtimin e episkopit të Amantjas, Hirsi Ignatit, si edhe prej punës së palodhur dhe bashkëpunimit me 2 koleget e mia, Elena Sinani, bashkëdrejtuese e këtij kampi, dhe Kristina Mihali, menaxhere dhe këshilluese e kampit. Gjithashtu, një rol shumë të rëndësishëm për mbarvajtjen e këtij kampi ka bërë edhe kleriku i manastirit, Ati Irineu. Ashtu si thoshte edhe kryepiskopi i lumur Anastas, të gjitha bashkëveprojnë për mirë për ata që duan Perëndin. Urojmë që ditët e kampit të mbeten jo vetëm një kujtim i bukur për kampistet tona, por edhe një udhërrëfyese në rritjen e tyre shpirtërore. Falenderoj edhe një herë të gjithë ata që ndihmuan në realizimin e këtij kampi. Lavdi Perëndis për gjithçka. Unë jam Noela Ahmetaj, jam 13 vjeçe, është hera 4 që vi në kamp. Këtu në kamp ka pëlqyer shumë, kemi bërë shumë aktivitete, kemi bërë dramën me emrin e grupit e shenjtorëve, kemi bërë pishina, kampionat volejbolli dhe lojra olimpike. Përshëndetje, unë jam Marina Nuçi dhe unë jam te grupi i Shën Theodora. Në kamp më ka pëlqyer shumë studimi biblik dhe sepse kemi diskutuar dhe kemi mësuar shumë për fen ton dhe gjithashtu kam bërë shumë shoqëri në kamp dhe i ftojmë të gjithë bashkëmoshatarët tanë që të vinë në kampin e gocave dhe të na bashkohen. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Marina Lirellari, jam 11 vjeç dhe kjo është hera ime e dytë që vi në kampin Bariu i Mirë. Jetoj në Tiranë dhe jam nga Korça. Eksperjenca në kamp është fantastike dhe mua më pëlqejnë shumë aktivitetet që zyshat kanë planifikuar për ne, si pishina, puna e dorës dhe bisedat për shkrimin e shenjtë që është Bibla. Faleminderit shumë. Përshëndetje, unë quhem Çankuela,
Këtë vit jam pjesë e stafit të kampit të parë të vajzave që po zhvillohet këtu në manastirin e Shën Joan Vladimirit. Jam drejtuese e grupit Shën Theodora. Do doja të ndalesha pak tek larmishmëria e programit të kampit, tek studimi biblik, tek referatet, temat shpirtërore dhe aktivitetet e tjera plotësuese si lojrat, volejbolli, këngët. Vajzat janë shprehur që i ka pëlqyer shumë studimi biblik dhe temat shpirtërore. E shikoj që janë të lidhura me njëra tjetrën, kanë krijuar miqësi dhe duan që sërish të jenë pjesë e kampit vitin tjetër. Do doja që të ftoja të gjithë bashkëmoshatarët që të bashkohen kampit vitin tjetër nëse nuk kishin mundësi këtë vit ishin pjesë e kampit tonë, sepse është një mundësi shumë e mirë për të njohur besimin tonë ortodoks dhe për të përjetuar ato. Përshëndetje, unë jam Irinis Kordileva, vi nga qyteti Korçës. Jam 11 vjeç. Më pëlqen shumë të kaloj në kamp sepse bëjmë aktivitete të ndryshme, më pëlqen shumë fundorja, më pëlqen studimi biblik që bëjmë me mësuesen dhe shumë gjëra të tjera. Unë jam Angela, jam në klasë të 4, jam nga Mirdita dhe kampi më ka pëlqyer shumë. Përshëndetje, unë jam Lidia Marolli. Rrugtimin tim këtu te kampi i vajzave Bariu i Mirë, në manastirin e Hirshëm të Shën Joan Vladimirit, e kam nisur shumë herët që në moshën 9 vjeçare, pra si një kampiste, kurse tani si një staf, pra ndihmëse në staf. Jam marrë me organizimin e lojrave të ndryshme, gjithashtu me fotografimin e aktivitetet të ndryshme këtu në kamp, pra jetës së vajzave në kamp. Ftoj të gjitha vajzat të moshave të ndryshme të marrin pjesë në kampet ortodokse, që të përjetojnë besimin ortodoks dhe gjithashtu pse jo të kenë një shoqëri të re me Krishtin. Përshëndetje, unë quhem Rea dhe jam 11 vjeçe. Vi nga qyteti Tiranës edhe është hera ime e parë këtu në kampin veror të Kishës. Më ka pëlqyer shumë puna e dorës edhe që kam zënë shumë shoqe. Më pëlqejnë aktivitetet, lojrat që bëjmë, zyshat janë shumë të mira dhe shumë të sjellshme. Unë e kam shumë qef punën e dorës. Këtu bëjmë shumë gjëra të bukura. Më pëlqen shumë që kemi bërë këtë punën e dorës, udhëtojmë me Krishtin edhe kemi vënë lule rreth e qark. Ka qenë një gjë shumë e bukur edhe mua më ka shijuar shumë ky kamp. Përshëndetje, unë jam Rebeka Çelaj, vi nga Berati. Unë kam për herë të parë që vi këtu në kampin Shën Vladimiri në Elbasan. Më pëlqen shumë gjëra, sidomos aktivitetet, janë shumë të bukura. Edhe zyshat janë shumë të mira. Ne kemi bërë një punë dore dhe punimi im është ky këtu të udhëtoj me Krishtin. Dhe më pëlqejnë shumë gjërat që bëjnë këtu, sidomos në kish vemi në mëngjes dhe në darkë dhe është një aktivitet shumë i bukur për mua. Dhe gjëja që më ka pëlqyer më shumë ka qenë në volejbolli, ndeshjet e volejbollit me gocat. Dhe kemi zënë shumë shoqe dhe janë kënaqur shumë dhe shpresoj që të rri sa më gjatë këtu sepse është shumë vend i bukur dhe mua më pëlqen shumë. Përshëndetje, unë quhem Krista Zenire dhe për mua ky është viti 4 që shërbesi vullnetar në kampin rezidencial të Kishës Ortodokse për vajza. Gjatë këtij kampi kam ndihmuar në organizimin dhe zhvillimin e aktivitetit të punës së dorës, ku vajzat realizuan punime artistike si lule me shërita dhe punime me gur të vegjël dhe frymëzuar nga tema e kampit. Gjatë këtij aktiviteti, vajzat kanë shprehur interes, kreativitet dhe dëshirë për të mësuar më tepër. Për mua ishte një përvojë shumë e bukur të kontribuoja në zhvillimin e tyre, si dhe të shija gëzimin që ato merrnin nga puna e përbashkët. Faleminderit. Te kampi unë kam kaluar shumë mirë, aktivitetet më kanë pëlqyer shumë dhe mësimet që na kanë bërë për Zotin Krisht. Përshëndetje, unë jam Ana, jam 11 vjeçë dhe është hera ime e parë që vi në kamp. Jam kënaqur shumë nga aktivitetet dhe mësimet fetare që kemi bërë. Përshëndetje, unë quhem Priftëresh Teano Kostoli. Për mua ky kamp ka një domethënie shumë të veçantë. Dikur këtu kam qenë kampiste, më pas kam shërbyer si drejtuese dhome dhe tani jam pjesë e stafit ndihmës. Është një bekim i veçantë të rikthehem në vendin ku kam kujtimet më të bukura, kam njohur njerëz të mrekullueshëm, kam krijuar miqësi dhe gjithashtu kam mësuar më tepër për Perëndin. Tema e këtij kampi është udhëtoj me Krishtin dhe me të vërtetë jeta jonë është një udhëtim drejt mbretërisë së Perëndisë. Por duhet të zgjedhim se me këtë duhet ta bëjmë këtë udhëtim. Një mesazh që do të jepja për të gjitha vajzat është që të shijojnë çdo ditë të këtij kampi, të jetojnë me gëzim, të buzëqeshin sa më shumë, të krijojnë miqësi të bukura të cilat do t'i ruajnë gjatë gjithë jetës dhe të besojnë me gjithë zemrën e tyre dhe shpirtin e tyre që Perëndia ka një plan të mrekullueshëm për secilin prej tyre. Gjithashtu duhet të kujtojmë që në fund të udhëtimit tonë
nuk do të masim dhe nuk do të numërojmë sa hapa kemi bërë dhe sa kilometra kemi kryer, por me kë e kemi bërë këtë udhëtim. Pra le të zgjedhim që udhëtimin e jetës sonë ta bëjmë me Isu Krishtin.